Në një atmosferë të ngrohtë, kandidati për deputet Vullnet Sinaj u prit nga banorët e Boshit, ku ndau me ta vizionin për një mandat të tretë të mbështetur mbi besimin dhe dashurinë që ka ndërtuar me vite pune dhe përkushtim. Në fjalën e tij ai theksoi se është i vetmi deputet që kandidon për të tretën herë, një arritje kjo e punës së palodhur dhe mbështetjes së vazhdueshme të njerëzve. Kraht kam ardhur për Partinë Socialiste dhe për veten time. Duket qartë që mandati i katërt i takon Partisë Socialiste që mendon për njerëzit, e cila në programin kryesor të saj, në një nga pikat kryesore të programit Partisë Socialiste është antarësimi në Bashkimin Evropian, një mandat i katërt i cili do të çojë në përfundim të gjitha veprave të nisura nga qeveria socialiste dhe çuarjen e Shqipërisë në Europë. Jam i vetmi deputet në qarkun e Vlorës që kandidoj për herë të tretë. Kjo ka ardhur si rezultati i vlerësimit që më ka bërë Partia Socialiste dhe kryeministi Rama për punën që kam bërë në 2 mandatet e mëparshme në zonën që unë mbuloja. Po çfarë bëra unë që pata këtë vlerësim? E para gjë që bëra është se votën që mora nga qytetarët kur dola në fushat në 2017 dhe pash situatën në atë zonë, nuk e di unë, ndoshta nuk e keni njohur, po ishte një zonë që kishte vetëm rrugë me çakull, njerëz të mërzitur, kishte humbur shpresa e atyre njerëzve, dhe ajo që vlerësova ishte që vota që këta njerëz më dhanë ishte si besa që japi një njeriu, sepse deputeti është përfaqësuesi i popullit që e voton. Fushatën që unë bëra, mbështetjen e madhe që më dhanë, se më dhanë mbështetje shumë të madhe, Partia Socialiste dhe mua u ndjeva në përgjegjësi të madhe. Zona ime ishte një zonë me 55 fshatra dhe kur vajta në 2017 s'kishte asnjë metër rrugë asfalt. Sot ka kilometra të tëra, siç është rruga e Lumit Vlorës, të cilën e ka bërë Partia Socialiste dhe qeveria Rama, por unë isha deputeti që ndoqa fillimin dhe mbarimin e punimeve deri në fund. Rruga e Poçemit është një kryqëzim tjetër që në Peshkëpi e lidh me rrugën Levan Tepelen. Njësia Hor Vranisht, që është pjesë e bashkisë tuaj, kishte vetëm një fshat me asfalt që ishte Bolena. Sot është me asfalt Kuçi, është qendra e Kuçit duke përfunduar, është Kallarati që është në rrugë, është duke asfaltuar Vranishti, lidhja e fshatit me rrugën kryesore, është duke asfaltuar Tërbaçi, lidhja e Tërbaçit me qendrën me rrugën kryesore. Janë investuar qendrat e fshatrave, janë bërë ujësjellsat. Ujësjellsi Tërbaçit është nga ujësjellsat më të realizuar. Pra Hor Vranishti, njësia administrative Hor Vranisht, ajo është quhetur Hor dhe fjala Hor do të thotë qytet. Mbas, do thosha unë, 1500 vjetësh është kthyer prapë në qytet. Erdha në politik jo si një njeri që nuk dija se si të punoj, po si njeri që kisha punuar tër jetën dhe e kisha merakun tek njerëzit. Fjalimet e mia kanë pasur të bënin vetëm me problemet dhe shqetësimet e zonës dhe të banorëve të zonës time. Kanë pas të bëjnë me rrugët ruralet që të asfaltoheshin, me ujësjellsat, me energjinë elektrike dhe ajo që është më e rëndësishmja, me pronat. Po ashtu Sinaj nënvizoi se çdo ditë takon njerëz që dëshmojnë për kushtimin e tij. Zona me 55 fshatra që ka përfaqësuar me investimet e kryera është po ashtu dëshmi e fortë e votës së përdorur me besim. Duke folur për rrugën e bërë deri tani, kandidati solli në vëmendje përpjekjet për rrugët rurale, ujësjellsin, energjinë elektrike dhe mbrojtjen e pronës, duke premtuar se në mandatin e tretë do të jetë zëri çdo qytetari për t'i dhënë fund vonesave në njëjën e pronësisë së lishme. Në mandatin e tretë që dua për t'ju përfaqësuar, një nga pikat e programit tim të punës për deputet është prona duhet ketë pronarin e saj legjitim me dokumenta. Ju tregova disa nga punët e mia dhe nuk ja u thash të gjitha, sepse po t'ja u them të gjitha do duket sikur kam ardhur të mburrem këtu në Bosh, se jam vërtet burr i mirë. Kështu që do ta lëm me kaq punën time, pavarësisht se kam dhe shumë gjëra të tjera që kam bërë në zonën time. Qa mora mbrapsh nga gjithë kjo punë që kam bërë? Jo, kam ardhur një gjithë të madhe fare që ndoshta rrallë herë i bën vaki njerëzve. Një gjë që nuk e blen dot me para. Një gjë që nuk e gjen dot në rrugë. Një gjë që nuk e gjen dot vesh ku duash në fund botës. Në hënë, nuk e gjen dot. Kam fituar dashurinë dhe respektin e njerëzve të zonës time. Pasuria më e madhe që kam fituar në jetën time është pikërisht ky respekt, kjo dashuri e atyre njerëzve që më mban në këmbë, që më bën të punoj akoma, që më ka bërë krenar për sa kam qenë deputet i tyre dhe që më bën të vi sot në Borsh. T'ju them ju se në rast se do më votoni për mandatin e tretë këtu në Borsh, unë dua
të jem deputeti juaj. Atë që e bëj do të them po e bëj, atë që se bëj do të them nuk e bëj. Pra nuk do të gënjej asnjë. Shumë faleminderit dhe shpresoj që të më bëni pjesë të borxhit.